Një lajm i trisht ka ndodhur në sportin e Itali. Zëri historik i gazetarisë dhe komentit sportiv italian, si edhe i kombëtares së katërt Bruno Pizzol, ndroi jetën në spitalin e Gorizias këtë të mërkurë. Ai do të mbushte 87 vjeç të shtunën. Pizzol është një emër i zënë i njohur në Shqipëri, kjo pas viteve 1990 kur televizionet italiane ishin dritarja jonë për në Evropë. Pizzol ishte zëri i neteve magjike të botrorit 1990 dhe i ngjarjeve më historike që shënuan futbollin e Itali. Roberto Baggio, i tij hyri në zemrat e të gjithëve. Ai mbuloi ndeshjet e Italisë për 16 vjet nga 1986 deri në vitin 2002, e fundit prej të cilave ishte Itali-Sloveni me 21 gosht 2002. Një miqësore e luajtur në Trieste dhe e humbur 1-0 nga të kaltrit.